Kështu që nëse doni familjen edhe bëni fëmijë dhe doni gruan afër, të paktën mos e dhuno. Në moshën 9 vjeçare prindrit tu ndan, po pse ndan? Si e ka një qika ato zona ndej, Hape, thuaj, alkooli, dora, dhuna, pinte alkool babi? pinte. Pinte shumë Athena në shtëpinë e darkë dhe Drek, dark, s'kishte orar për çdo gjë, domethënë, e kishin këtë. Nuk arrita kuptoj këtë pjesë. Nëse babain tim e pyet sot që e kam pyetur, më thot kam qenë gomar. Pse, se nuk është më, domethënë, i varur nga alkooli. Pati dhe një problem shëndeti, edhe doktori ja hoqi totalisht, u pastrua, u bë dhe ira kokës me grusht. Po mos kisha reaguar kështu, thot, do kisha gruan, do kisha fëmijë të afër. Prandaj një mesazh për mua sot, sepse fatkeqësisht ka akoma që pinë edhe dhunojnë gruan, por edhe pa pirë. Jam mësuar, janë rritur në një familje të dhunshme, sepse derisa të mbaroj brezi im që kemi parë dhunë në shtëpi, duhet pak kohë. Kështu që nëse doni familjen edhe bëni fëmijë dhe doni gruan afër, të paktën mos e dhuno.